A dini çka është salepi? Që? Që kjo është salepi, është pije tradicionale e ëmbël, që pihet zakonisht dimrit, ser që vi në Shkup, posaçërisht në dimër, unë ndalem edhe pi një salep. Është një pije tradicionale, cila ka qumë sheqer me gjasë orkideosh, në fund ka dhe i hedhin edhe kanill. Normalisht i ndihmon shumë fytyt kur ka ndonjë grip ose ndonjë virus që shkakton probleme. Edhe unë aktualisht jam pak halon kohën e rikuperimit për një gripi, kështu që është dy fesh kënaqësi me pi sot salepin. Përndryshe se e pis salepin kujtohet një poezi e Fanolit, që quhet Salep Sultan. Është një ironi e zakonshme briljante e Fanolit Karshi Ahmet Zogut, edhe shkru në kohën kur Zogu rikthehet në pushtet, e rrëzon Fanolin, edhe çka i mbetet Fanolit është një poezi satirike për Salep Sultanin, për një farë lloj ëmbëlsie treme të Ahmet Zogut, edhe në fund përfundon që rrodh Salep Sultani, kështu përfundon poezia, unë po them rrodh pija Salep posaçërisht gjatë dimrit.